Mirëmbrëma, miqtë on televizion, mirëmbrëma edhe ju miqtë on tok. Kësaj radhe kemi një emision i cili kthehet her mas herët me kolegun Erzen Koperaj, sepse me sa duket koleg ka kaluar kohë pa bë politikë, pa fol për politikën edhe pa analizuar disa elementë cilët sigurisht nuk ka pse të kalojnë kaq kollaj. Besoj se edhe ti u bë pak kohë që s'ke qenë edhe do t'i jesh i frymëzuar, po themi, edhe për rastet e politikës që na ndjekin, politikës përditshme. Mirë se vjen. Faleminderit edhe kënaqësi të jem në studion tuaj vis. Erzen, në një farë mënyre, sidomos sipas meje, këto kohët e fundit kanë qenë të mbushura, jo vetëm politikisht, po edhe në çështjet ndërkombëtare, lufta në përgjithësi, çmimet e naftës, të imponuara, nuk e di, futja në vështirësi në përgjithësi të botës, por edhe këtu ke ne ka pas lëvizje. Por unë do kisha dëshirë në fillim të flasim për një nga ata element të ndryshimeve që i ndodhin Shkodrës, ndryshimeve politike sigurisht, po që në një farë mënyre duhen analizuar si janë për mirë, çfarë mund të ndodhin. Edhe dëshira ishte të flisim edhe për zotin Karakaçi. Është një shkodran, djalë Shkodrës sigurisht, që merr një post të rëndësishëm. Tani janë dy poste të rëndësishëm. Para punës zëvendëson Belinda Ballukun te super Ministria e Infrastrukturës dhe Transporteve, por merr edhe postin politik të drejtuesit politik qarkut të Shkodrës, që sigurisht e ka pasur Benet Beçi. Në fakt ka ardhur pak si surprizë, siç ndodh shpeshherë në ngjarjen ose në arenën politike shqiptare, sidomos kur kemi shpalljen e emrave të ministrave, të kandidatëve, të koordinatorëve politik, menjëherë duket sikur i duke luajtur një lloj bingoje, pra të pret aq sa. Po shpesh prej tyre kanë qenë kafe kur kanë marrë vesh emrin e tyre. Kemi parasysh pikërisht Habin për shembull të zonjës Manastirliu për shpallet kandidatë. Skenë fantastike me ftyrën e saj, absolutisht. Dhe kështu që normalisht edhe emri i Enea Karakaçit vjen si erdhi me një lloj surprize në fillim. Një lloj surprize sepse padyshim një prej dikasterëve më të rëndësishëm, edhe që për cilën vazhdon të diskutohet dukshëm, pra në kuptimin për titullaren e tij, zonjën Balluku, edhe ku lviz pjesa më e madhe e fondeve të buxhetit të shtetit. Aty kaloi. Vjet emri i një shkodrani dhe një djalit të ri i cili padyshim për emrin e familjes si përfaqëson. Sigurisht. Sepse ne jetojmë në Shkodër, edhe gjëja e parë ai është një qytetar Shkodër patjetër, familja e mirë Shkodër. Po ta shohim, jo vetëm në rrugë, por edhe në jetën e përditshme, në rrjetet sociale, menjëherë është etiketuar si djali i Ridvanit, djali profesor Ridvanit. Pra menjëherë në Shkodër identifikohet me qytetin. Korniza e familjare. Pra për shumë kënd ka ardhur edhe si një lloj vlerësimi, sepse në fundit prej shumë kohësh nuk kemi një shkodran në qeveri. Kjo nuk është prej shumë kohësh. Madje vazhdimisht kemi vuajtur këtë mungesën e përfaqësimit. Jemi ndjer deri diku si të frustruar. Unë nuk njoh kënd tjetër qytetar Shkodrës, po me pesh, po themi, edhe me ministri Bashkisë Shkodrës ose pesh Shkodrës, përveç Bashkim Koplikut edhe ai Silurum nga Sali Berisha. Ka dhe më vonë. Kemi edhe zëvendës kryeministre, por e kam fjalën pesh reale, e besueshme, e një superministrie si punë e saj. Një prej ministrive më tepër se do të thënë që është më rëndësishme. Po 60% e fondeve, kështu që tash. Është rëndësishme shumë, absolutisht. Qoftë Ministria e Brendshme apo Ministria e Jashtme apo edhe ajo e Ekonomisë. Po sidomos kjo është jashtëzakonshme, kështu që në këtë pikë, domethënë, megjithatë një prej pikpyetjeve të mëdha është, se thënë, sepse përgjithsisht ajo çfarë ndodh prej kohësh në ekzekutivin shqiptar, por edhe në politikën shqiptare, kemi emri i Enea Karakaçit, duhet të them për hir të vërtetës, vjen si një lloj katapultimi.
Patjetër që vjen këtë. Pak kush mund të thonë që e njeh si një personazh të strukturave politike të Partisë Socialiste në Shkodër. Jo, këtë se njohin fare. Edhe për më tepër, askush nuk mund të thonë diçka më shumë në lidhje me kontributin e tij, me përgatitjen e tij, pra vjen si një teknicien. Gati vjen si një shkodran i Tiranës. Një shkodran, por një që katapultohet. Por ajo çfarë se të jep një ndjesi pozitive është se kemi të bëjmë me një djalë të ri, cilin paktën sipas informacioneve nuk i ka shkuar asnjëherë lidhjet me po që me vendlinjen e vet. Pse me Partinë Socialiste? Si mendon, çfarë ka ndodhur? Është ulur niveli i përfaqësimit ke Beneti? Kanë liruar Beneti? Në fakt, apo duhet patjetër dhe po mundohem me dhënë një arsye që sigurisht qarkullon, nuk është se po e japun. Apo duan që Shkodrës që ka investime t'ia dërgojnë edhe njeriu e madh të infrastrukturës edhe të investimeve, që është edhe ministri, duke qenë edhe synim, duke vazhduar si synimi i Edi Ramës. Nga pamja e parë duket sikur ka kuptim ajo çfarë tha Blendi Klosi në të nesërmen në lidhje me emërimin. Po, ishte shprehje politike e tij. Shprehje politike, pra që zotit Beci i kemi lënë të merret me bashkinë, pra ata shkarkojnë prej punës, sepse dalin mjaftojnë punët me bashkinë. Ka logjikë edhe kjo, është brenda logjikës. Jo vetëm që ka logjikë, po diçka tillë e kemi thënë, po ta kujtoj. Si e marr ky, si më thënë ne, por ka thënë kush don këtë bashkinë. Si përballon edhe bashkinë, ka që probleme edhe partinë. Madje se thënë emërimi i zotit Beci si koordinator politik po bën një prej pikave ku kishte një pritshmëri shumë të madhe që angazhimi i tij me punët e qytetit dhe të bashkisë. Dhe kur ishte pikërisht koha kur diskutoheshin shumë investime dhe vendosja e zotit Beci si koordinator i politik i qarkut Shkodër ishte deri diku se thënë u prit me shumë keqardhje, sidomos prej sepse mos largohet nga punët e bashkisë, sigurisht. Ose largohet, ose s'ka kohën e dur, kupton për këtë. Kurse tani, se thënë kjo logjik ka një lloj ose nuk shkon më se si ajo çfarë thot Blendi Klosi, pavarësisht se po ta shohim, po kemi parasysh atë çfarë kemi parë prej ekranit kur u bë edhe asambleja e Partisë Socialiste, ky takimi me kryetarët e bashkive, zoti Beci ishte në radhën e parë, pra kushdo e ka pasur, ishte një prej leadershipit ishte një prej personazheve që fokusoi vazhdimisht prej edhe fjalëve të mira që Edi Rama vetë tha për Shkodrën, kupton. Për shumë kënd se thon një lëvizje e tillë ka lënë një përshtypje si një lloj anashkalimi ose si një hapje krahu të zotit Beci në qoftë në drejtimin politik, por edhe përsa i takon mbasi e ka transformuar partinë apo ka nevojë për transformime sipas PS-ja. Po ti nisemi me atë çfarë ka ndodhur në Partinë Socialiste të Shkodrës në drejtimin e zotit Beci dhe të grupit socialist, ajo çfarë bën përshtypje është se ka ndryshuar dukshëm komunikimi brenda Partisë Socialiste në Shkodër. Kam parasysh mjaft deklarata të antarëve të cilët kanë qenë vazhdimisht kritikues për jetën e partisë politike, për jetën e politike të Partisë Socialiste në Shkodër. Dhe kemi pasur edhe deklarata të tilla që për herë të parë, pra një prej ka qenë një antar e Këshillit Bashkiak Bledjana Osja, Nika, e cila thotë për herë të parë se thanë na dëgjojnë ata që drejtojnë. Për herë të parë kemi diskutim. Për herë të parë shtrojnë argumentet edhe se si duhet të jenë. Edhe për herë të parë ka drejtues të ri, të cilët por megjithatë pikërisht në këtë pikë, se thon diçka e tillë ndërpritet. Ose se thon të paktën mund të jetë edhe vijueshmëri, shohim të si sjelljen e tij. Pritet për të parë. Për të parë. Ndoshta se thon për shumë të tjerë, sidomos për kampin e opozitës, kjo shihet edhe si një shmangje e zotit Beci, pra një largim i tij, me që Partia Socialiste ka filluar të bëhet gati për zgjedhjet vendore të 2027-s, si një largim i tij për një rikandidim në krye të Bashkisë së Shkodrës. Pra për problemet që i kanë dalë, sidomos me drejtësi. Ata interpretojnë kështu punën e drejtësisë, megjithëse
E fundit ishte... Gjithat që janë diçka tillë ja kanë... fundit ishte... Ja kanë, në thonjse ja kanë uru edhe koordinatorit të ri, E fundit, po pra. E fundit është që... Dhe fjala një prej atyre gjyqtarëve që u akuzua kaq shumë, s'paku u tërhoq prej saj. Nga letrat e reja të grekëve që kishte. Unë nuk besoj se e besojnë edhe vetë ato se Becin mund ta gjej gjë nga drejtësia shqiptare, por më lejo një gjithsesi jo, ajo është një përdërim politik i kuptueshëm, i qartë dhe i kuptueshëm. Por më lejo një deduksion për Partinë Socialiste. Në përgjithësi unë kam qenë kritik gjithmonë edhe në studiet tuaja për Partinë Socialiste për një bashkëvijueshmëri dhe një bashkëekzistencë paqësore, më tepër se paqësore, me Partinë Demokratike. Pra, unë kam pas gjithmonë idenë që smundjet që ka pas Partia Demokratike këtu, dashje pa dashje i ka pas edhe Partia Socialiste. Në një bashkëekzistencë, po duke mos qenë kurrë në pushtet. Mund të ketë qenë pushtetin qendror, po jo në pushtetin vendor, Partia Socialiste. Të një bashkëekzistence prej 33 vjetësh, po themi, e cila pa tjetër ka bërë që kur kapte gripi njërën, e kapte edhe tjetrën, nga që unë thosha që edhe përqafohen ma tepër se sa duhet. Në këtë pikë, dhe më thënë, originaliteti i kthimit kësaj pune është vështirësi. Dhe kjo vështirësi, sipas meje ka ra zotit Beci, për ta mbajtur në dorë në momentet të mira, në momentet pushteti, po them. Në momentet opozitës, nuk e di se si mund të veprosh, shumë e vështirë për ta vepruar. Dhe ti e di shumë mirë, koleg, sa herë kemi biseduar për element tjerë. Ajo pyetje që shtrohet sot është çfarë kanë bërë, domethënë do ta aneksojnë Becin, do të përgatisin Tiraken për kandidat, apo do vazhdoj Beci prap, sipas meje nuk ndrohen, e jam me parimet e Platonit, nuk ndrohen quajt rrugës, po them që mes rrugës edhe një moment që duhet ka përcesh. Apo çfarë po ndodh, domethënë me dy fjalë si koncept politik. Partia Socialiste të paktën prej asaj çfarë gjykojmë prej përvojës edhe pikërisht prej asaj çfarë nuk thet më shumë se sa asaj çfarë. Se sa thot, eksakt. Pikërisht po mundohet të krijojë ose gjithmonë ka pas kalin e betejës emrat e ri. Normal. Pra është munduar kjo edhe për arsyeën e thjeshtë, sepse përgjithsisht një pjesë e mirë e elementit të saj, do të thënë është të paktën është kritikuar për korrupsion. Qartë. Pra dhe e ka gjetur një lloj strategjie, pra duke zgjedhur emra të ri, gjithnjë e ka vënë kundërshtar duke ndryshuar shenjestrën. Ky është më tepër, nuk është kaq shumë socialiste se sa edramiste. Po themi normalisht. Edhe po ta shohim sidomos prej zhvillimit të fundit, kriteret për rikandidim. I kanë këto kushtes. Janë bërë edhe më të vështira. Absolutisht. Pra rikandidimi, pothuajse është bërë diçka shumë... Nuk e di çfarë po ndëgjoja, duhet të konfirmojnë 20 nga ato historitë e fshatrave. Nuk ka rikandidim pas zbatuar disa gjëra. Gjatë që Shkodra besoj se është top list. Po edhe shumë tjera. Kështu që normalisht rikandidimi për një kryetar bashkie të Partisë Socialiste është relativisht i vështirë. Sa pjesë ka Benet Beci dhe sa pjesë ka Partia Socialiste? Janë të barabarta Partia Socialiste me Benet Beci në Shkodër? Absolutisht, si më thënë, ndër kandidatet e Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës, historikisht zoti Beci jo vetëm se ka qenë i vetmi që ka fituar, por edhe nuk ka të krahasuar me atë çfarë ka sjell, me atë çfarë ka bërë, edhe me një lloj, se thënë, mund ta quaj perspektivet që i ka dhënë forcës vetë politike. Qartë, normalisht. Pra po themi që midis forcës politike dhe kandidatit kemi një superim të kandidatit në forca politike. Jo vetëm që tregon, sepse ne e dim vazhdimisht që se thënë kandidatët marrin më shumë se sa votat politike. Gjithmonë ndodhet, sepse vota politike në zgjedhjet vendore Beneti e ka të qartë këtë punë, domethënë që është qartësohesh me Benetin, po. Jo, e ka dhe Pirinin Lesh, absolutisht, po. Dhe kjo është pikërisht arsyeja që në Shkodër
Se thënë, opozita ka shënjestër zotin Beci. Sigurisht. Se di që ai është strumbullari. Jo, ai është, se thënë, që duhet goditur. Patjetër. Nëse do të marrësh një rezultat, se thënë, ti nuk mund të merresh duke goditur, duke vijuar. Ti mendon se e ka ndryshuar politike me Karakaçi merr parti tjetër socialiste në dorë kësaj radhe? Nga ajo që ka qenë? Patjetër, ne jetojmë këtë realitet, sidomos kush ka Jo vetëm thjesht për 2-3 që ka drejtuese, po edhe për organizatat, shtrirjen, po them, në këtë mes. Po e marr nga krahu i kundërt. Partia Demokratike ka përballjen më të vështirë tani se asnjëherë në Shkodër. Sepse i mungon pikërisht një strukturë mbështetëse. Gjithnjë bashkia jemi, se themi, se flasim. Kam mbështet Partinë Demokratike, më kjo është e qartë. Siç ndodh, po ku do më ndodhe punë. Shikoj, kanë marrë shpeshherë demokracinë janë gëllësh njerëzit. Por bashkia pra njësitë vendore janë shumë më të rëndësishme një proces zgjedhor se sa një drejtori. Për shembull, qoftë policia që i takon tjetër, po them gjitha këto drejtori të tjera të cilat kanë. Dhe kështu që padyshim këtë rrallë kushdo, domethënë, ka e gjen një rrugë të shtruar. Aq më tepër që këtë rrallë padyshim për opozitën është një lloj malore shumë më e madhe sepse normalisht nganjëherë në politikën shqiptare shumë më tepër shumë më të vështirë janë ata të cilët nuk bëjnë zë, pra në kuptimin që nuk kundërpërgjigjen, që nuk e çojnë tonin, se sa ata të cilët vazhdimisht kritikojnë, shajnë, edhe aq më tepër në Shkodër, që pavarësisht se gjatë këtyre viteve, duhet të thënë që zoti Beci humbi prej ngjyrës portokallt. Pra, sidomos se ndoshta jo prej dëshirës tij, por prej imponimit politik që u bë, sidomos para zgjedhjeve legjislative të majit që kaloi, pra që u ngarku plotësisht e nxorën nga ai neutralitet që kishte ndërtu pik qysh prej fushatës tij e deri në atë moment, por megjithatë ende vijon të jetë figura më përfaqësuese e Partisë Socialiste dhe përtej saj. Sigurisht, patjetër. E mbyllim këtë diskurs në përgjithësi me çfarë gjen zoti Karakaçi kur vjen këtu. Edhe po futem tash ke Marta Kos. Tash me thënë drejtën, kur e dëgjova, më qelloi Erzen ta dëgjoj direkt. Dhe në një moment të caktuar, sigurisht jemi di mendimet më gati. Kjo mos më ka dëgjuar mua gjë që them kështu. Ndërsa unë mund ta them këtë për shoqërinë time dhe për popullin tim, mbase është edhe një shfrymje filozofike, politike, mbase nuk është thjesht në momentet e konstatimit, sepse kështu është. Po i them Marta Kos, pastaj fillova të mendova, shikoj, kjo Marta Kos nuk është as franceze, nuk është as, po themi, as holandeze, kjo nuk është bile as finlandeze. Kjo Slovenia është, kjo është një realitet që vjen nga Ballkani, vjen nga kemi pasur disa kolegë sloven, gazetarë, cilët edhe ata e njohin shumë mirë, pavarësisht nivelit, Slovenia ka një nivel. Më tepër që Marta Kos ka jetuar në Jugosllavi dhe di krejt. Jugosllavi e di shumë mirë këtë punë. Për të zgjidhur një punë, pavarësisht se Ljubljana dhe Zagrebi kanë qenë pak më ndryshe. Sigurisht. Por në Sarajevo, Beograd, nëse funksioni është i ka kaluar, padyshim që dhe shoqëritë e korruptueshme dhe korruptive, ato kanë një term si ne, rishfet. Rishfet, që kanë mbetur prej otomanizmit, prej një perandorie e cila nuk është se e ka ngrit ajo, e ka gjetë edhe nga perandoria romake. Po problemi se e ka fjalën e bukur, rishfet. Në këtë pikë, në kuptimin që e njeh si term. E njeh si term, është i përdorshëm poshtë edhe lart. Nuk është problemi vetëm lart. Problemi është edhe poshtë. Ne si pas me e kemi endemike, është e tmerrshme kjo jona, apo Marta Kos do të me të vërtet ta definote këtë, apo kanë krijuar edhe mendim edhe ata aty, shiko se duhet eci shoqëria përpara që ti pastaj të bësh tjetër mendim ose të rregullosh tjetër filozofi edhe kur vjen këtu ke ne. Kur kishte fjalën? Nëse më lejon pak më gjatë, por fraza e Marta Kos është shumë e nxituar edhe shumë sipërfaqësore.
Ferdinand Brodel, që matë si një prej baballarëve po e quaj të filozofisë qytetërimeve, thotë korrupsioni është i barabartë me varfërinë e një qytetërimi. Pra sa më nuk mundesh vetëm një përjashtim thotë bën. Vetëm porosia Frederikut të Madh, pra ajo është opsion që pra në situatat të jashtëzakonshme, se thon varfërie, ka pas një administrat pa korruptuar dhe eficiente. Ajo e bëri porosin që prej një principatet pas një lloj pretendimi, arriti ta bënte ajo bashkimin e Gjermanisë për të vlerësuar burimet njerëzore, pra në kuptimin e saj. Pra, i them asaj se një vend i varfër, korrupsioni për shembull në Itali, ku është korrupsioni më i madh? Sigurisht në jug. Sidomos në jug. Pse? Sepse diferenca e Nuk është vetëm diferencë, me thënë drejtën këtu ka mbretje. Nuk është vetëm diferencë ekonomike, është diferencë filozofike. Po ta shohim, si thënë, deficiencë filozofike. Deri në fillimet e krijimit të Eurozonës, mjafton sepse sot i kemi gjithë këto diskutimet në internet dhe mjafton të shikohen, është EU dokument se mund t'i verifikojë. Diskutimet e para për themelimin e Eurozonës është problemi më i madh është për Spanjën edhe për Greqinë. Edhe theksohet për Greqinë, se një vend thellësisht i korruptuar. Spanja me zona se thuhet me përdoren me zona se me hapësira korrupsioni. Edhe Italia ashtu është. Italia, pra në kuptimin madje kena edhe për këto vendet sepse kjo është smundje endemike, siç thotë, për gjitha shoqëritë që dalin për një lloj tranzicioni ku tranzicioni më tepër nuk është politik, filozofik, pra. Filozofik. Se sa është një tranzicion prej krizës ekonomike, krizës mbijetesë për dalë një sistem tjetër. Mjafton me kujtu për shembull, shumë prej nesh kanë ndjekur Lech Walesa në Poloni me ata protestat e famshme sindikaliste. Ajo çfarë nuk ishte se të kërkonte shembjen e sistemit. Dënimin e korrupsionit, pra jam i qartë shumë, por të lutem, më trajtohu dhe problemi, shiko, mos ka djeni më të mira, Martakos, duke kalu tek lindje perëndim se sa, veri jug, sepse hynë edhe linje perëndim këtu në këtë mes. Atëherë, se prej të paktën që sa ndjekuan, prandaj kërkova pak ndjesë sepse jo, dakord, në rregull. Është raporti i Amerikanit Shtetit në lidhje me vendet e Ballkanit. Madje tek CIA Factbook që kushdo mund që na shet mund ta ndjekin edhe mund ta shpletojnë, është se në Shqipëri thotë korrupsioni është rrirë në kapilar shoqëror. Edhe kjo është një prej termave që e përsërit vazhdimisht. Sepse Martakos nuk është se por për herë të parë kemi dalin në një term i tillë jashtë institucioneve, në kuptimin pra. Pra s'ka bërë gjë, i kanë ngjarë pak Trumpit. Atë që kanë thënë gjithë atë që e kanë mshirë presidentat, ky e thot. Edhe kjo që e kanë mshirë, ky e thot. Kemi shumë të lehtë ta pranojmë kur thuhet në rreshtë për një dokument zyrtar, një raport. Ashtu. E ka marrë dhe debatojnë se kanë përfaqësuesit politik njëri tjetrin. Kur e thot një personazh aq më tepër që thot jo si një pjesë të një duke lexuar një jo, jep mendim, është intervistë. Edhe kur e thot dhe nuk është se ajo merr vlerat e një konfirmimi zyrtar. Ajo merr vlerat e një opinioni të dhënë në intervistë. Në këtë pikë për mua është e falur, a kupton se është intervistë thjesht. Por për ne është më tepër sepse nuk ka ardhur koha për të na thënë kështu qartë të tjerët, sepse deri tani Erzen e kemi thënë ne. Të shihu po të bëj pyetje ty. Deri tani e kemi thënë ne, nuk është se nuk e kemi thënë. Po, themi çdo ditë. Po ta shohim, ai sa. A është e mirë na thonë të tjerët pak këtë? Pse duhet bëhemi nervoz kur na thonë tjerët? Për çfarë duhet më bëj nervoz? Jo nervoz, sepse nuk kam fjalën për Sali Berishën që ta përdori politikisht. Ata mund ta përdori politikisht edhe Edi Rama. Nuk besoj se Edi Rama mund të ketë mendimin vetë ashtu, si ai moment. Ideja e thënë nga një komisionere, edhe shumë e rëndësishme, sepse sigurisht. Po, patjetër. Ka një zonë të shkëlqyer ajo për këtë punë. E thënë në këtë lloj forme ka të bëjë me mundësinë për të mos bërë kritika apo se kritikën ata e ideojnë duke pas parasysh edhe këtë lloj parametri, këtë lloj koeficienti. Ato kjo, se thënë deklarat ose ky opinion vret më shumë, apo ta shohim ka bërë më shumë bujë
se sa gjithë, po të shohim gjithë raportet. Gjithë raportet. Gjithë raportet. Po e ka përmyrë. Normalisht. Sepse ajo që është që vjen disi e papritur është ky reagim i çuditshëm. Kështu i vjen keq shqiptarëve për këtë punë, për çfarë është ta thonë një personazh? Po. Siç tham, pavarësisht se drejton një institucion Bashkimit Evropian, edhe është shumë e dhimbshme ajo çfarë ndesh në raporte. Dhe është e habishme sepse gjithë reagojnë për këtë? Gjithë thonë, më fal, investimi që u bë për ndërkombëtar për reformën drejtësi, cili ishte? Sepse Shqipëria ka probleme shumë të mëdha me korrupsionin. Nëse ti gjen një frazë tjetër që Shqipëria nuk ka probleme me korrupsion, po ka probleme tjera, atëherë po. Atëherë se thanë, do të kishim thënë që askund të paktën prej 96-s që merrem pak me gazetaria që kam punuar në këtë fushë, nuk kam gjetë ndonjë, paktën mua nuk kujtohet. Qartë. Që të kemi një qoftë përfaqësues huaj që nuk thotë se Shqipëria nuk ka probleme me korrupsionin. Dhe duke u kthyer tek zonja Kos. Edhe pse po dyshim që ajo çfarë na dhem është sepse ajo e shpërndan. Normal, patjetër. Edhe thotë se një shoqëri, edhe duket sikur në fakt është një situatë pa zgjidhje. Kam përshtypje që nuk e ka thënë vetëm për ne, ka thënë edhe për gjithë shoqëritë, sidomos ballkanike. Se ne e marrim pak për vete se ishte pyetja për ne. Po them se ajo nuk e ka thënë vetëm për ne këtë punë. Në fakt ne jemi mësuar. Ti personalizojmë. Jo vetëm ti personalizojmë, por edhe ti fragmentarizojmë, pra marrim një pjesë. Eksakt, po. Edhe e shesim për këtë punë. Se thonë, saqë e shkpusim dhe japim komplet tjetër kontekstin tjetër, absolutisht. Po dyshim një prej problemeve të mëdha që ka Bashkimi Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky është. Edhe kjo nuk është një gjë apo që jemi i vetmi vend që fondet dhëna për 120 milion euro të dhëna për të investuar në bujqësi kanë ndruar destinacion dhe nuk ka shkuar as edhe 100 darkë vetëm, edhe se janë investuar në ky sistem nuk ka të bëjë me vetëm dy zyrtarë, tash këtë duhet më e kuptuar, sistem, s'është vetëm dy zyrtarët kjo punë. Aq më tepër, po të kujtojmë edhe emisionet, intervistat tjera, pra sepse to intervista zhvillohen nga Euronews në Bruksel. Qartë, normal. Edhe intervistat tjera, madje përpara mos gaboj, përpara një muaji të gjysmë ose diçka më shumë, Borrell po thonte që problemin më të madh institucionet e Bashkimit Evropian e kanë me dy gjëra. Sparit, që thotë mungesa e besimit të këtij institucioni, pra që po zbed edhe korrupsionin. Qartë. Madje po të kujtojmë Transparency International të raportin të 2023-shit, pra 3 vite më përpara, në gjithë botën 40 janë institucionet më të korruptuara të botës. UEFA edhe Bashkimi Evropian. Pra që llogaritet me një nivel të korrupsionit deri në 10 miliardë euro. Është Brukseli ai për të bërë kështu. Por kjo nuk është për ta relativizuar. Se thonë, me që janë të korruptuar ata adin po lejon edhe ndryshimi këtë në fakt unë e kuptova kështu. Ndryshimi ishte ky. Por aty është shoqëria që se ka kuptuar. Kështu që megjithëse Brukseli është i korruptuar. Po e përmenda këtë që par excellence ata njohin shumë mirë si problem. Por aty është si institucion kurse tek ne është shtëri ku do në shoqëri. Kudo është shoqëri. Ja kjo është gjithë historia. Ikim nga Marta dhe shkojmë ke përfaqësuesi joni i Bashkimit Evropian që është Gonzate. Shkurtimisht. Edhe një herë tjetër ishte për shpifjen e dekriminalizimin e shpifjes. Koleg, kemi problemin e dënimit gazetarëve për shpifjen në këtë vend, është problemi i madh ky dhe i njerëzve. Apo kemi problemin e shpifjes, që është bërë endemike më keq se ai korrupsioni si po thot Marta Kos. Jo, sepse është pjesë e korrupsionit ajo. Është pjesë e korrupsionit, sigurisht. Pse kam ulet kaq shumë? Unë nuk e kuptoj çfarë do të thonë kjo punë, domethënë. Si ka mundësi që gati po ju lën me kuptuar një lloj brezi këtu, ai famshmi zë i cili është Madem Lehania i krijuar deri tani, po ndoshta e bisedojmë në një ditë tjetër. Sikur këtu është problemi i madh i dënimeve nga shpifja. Ne kemi një problem dukshëm në lidhje me këtë elementin e shpifjes, raportin e dënimit, raportin e lirisë fjalës.
Dhe 2 ditë më përpara, pikërisht në Shkodër, zonja Jorida Tabaku, si pjesë e Komisionit të Medias në Parlamentin Shqiptar, janë duke bërë një draft ligj pikërisht për gazetarët. Një takim që pati me gazetarët e Shkodrës, këtë po jepte, sepse si një prej shqetësimeve kryesore. Jo në kuptimin sepse këtu dënohesh, po në kuptimin që duhet ketë një lloj kuadrit, duhet ketë diçka që edhe ty të mbrohet fjala e lirë, por ama duhet jemi një popullsi prej 2.400.000 vetësh, pak kështu thot një stati, dhe ti ke 620 portale aktive dhe 800 portale të regjistruara. Që s'bëjnë asgjë tjetër, por shumica atyre shpifin. Jo vetëm shpifin, por si thanë midis kolegëve, po përmendën shumë raste. Atëherë kush kjo arsye që përdoren si gjëvënie. Dekriminalizacion. Madje kishim një person nga Tirana që ka biznesin e vet, edhe thot nuk di ç'të bëj thënë. Pra është një portal, rrinë shpif, edhe se thanë duhet vetë se thanë prokuroria kërkon mi regjistru ato publikimet dhe gjërat të cilat se thanë më tepër shkaktojnë një lloj sorrë, por a duhet pra kufizuar ose a duhet të ketë një rregull, patyshim që duhet të ketë një rregull. Mirë, si ka mundësi të interpretohet si liri fjale shpifja, se këtu tash është shpifja si mund të jetë liri fjale. Edhe këtu duhet marrë, paktën kjo ndoshta shumë kolegë mund të jenë kundër, por mendimi im është që sidomos në këtë pikë duhet kemi Jo, gazetaria sipas me ndash të mërziten kolegët, ndash të rinë pa u mërzit, mu aq mban. Gazetaria është më keq se politika. Në qelloj në takimin që patë me zonën Tabakut, kishte person që thote, pra tregoi me emër, mbi emër, portalin, kontaktet që më ka kërkuar se pra kanë ata janë dhe gjobaxhi, ç'as bën. Kjo mbet edhe brenda kuadrit e lidhur me atë që thon pak më përpara, se nuk është thjesht çështje gazetare, është çështje liri fjalë. Është ajo çështje se thon hapja e korrupsionit. E qartë. Sali Berisha me zgjedhjet në parti, nuk du t'i futem aspektit të protestave të tij edhe këtyre zjarreve edhe këtu elementeve kështu, ambasadës gjermane, flamurin gjerman, iku flamurin amerikan. Ti po dush edhe përmeni, po. Jo, zgjedhjet, dhe po I lidhim të dy pyetjet bashkë. Zgjedhjet disa lloje përjashtimesh të deklaruar që shiko keni bashkëpunuar me Partinë Socialiste, si më thonë, me armikun, dhe fjala e cila më ka bërë që ta përmbyll doktor Ali Mehmeti, që nuk ka kushtet e përpara Sali Berishës, base e ka sinqerisht ai, po edhe sigur mos ta ketë sinqerisht, është një si apoteozë, si leme e marrë. Një prej problemeve që ka Partia Demokratike është mungesa e një gare të mirëfillt. Kur them një gare të mirëfillt, edhe nëse vetë zoti Berisha ka, se thënë sinqerisht organizoi një gare të tillë, brenda Partisë Demokratike vështirë se të krijohet situata për të garuar. Do kjo është smundja e partisë, mo tash, nuk kemi të bëjmë vetëm me. Jo, nuk është thjesht smundje, po, në fund fundit ta konceptojmë, pra Partia Demokratike është Sali Berisha, po tash shohim. Kur themi Lenini, kemi thënë partia Lenini. Ndoshta jo në gradacion, por në formë. Të paktën Partia Demokratike nuk ka kuptim. Pas Sali Berisha. Ose nëse do na e bë, pra jemi në 2026, jemi në mars 2026. Dhe na jepet, se thënë, më fal se po kthem si mësues që jep detyrë nxënësit. Qartë. Nëse do të bësh historinë e Partisë Demokratike prej krijimit të saj e deri në mars 2026. E ndan dot nga Sali Berisha? A mund të çfarë nëse edhe kohën e Lulzim Bashës e ndan dot. Nëse thotë, e jep kështu, më thon si komand. Eksakt. Ma hiç, si më thon, atëherë mbetet bosh. Po dyshim. Dhe kështu që sido që tek ka thënë Ali Mehmeti, që është e vështirë aty nuk. Po mira, ai lejohet një person I tillë, praktikisht është fëmijë për nga mosha. Ai lejohet një person I tillë, edhe personave të tjerë që janë nga mosha fëmijë im. Ta thon këtë gjë. Jo me kuptimin ai lejohet. A është politikisht korrekt, a duhet të thënë kjo gjë? Fakt, apo kjo është e vërteta dhe kështu ta pranoj. Një prej
pikave të forta që ka tek demokratët Ali Mehmeti, doktor Ali Mehmeti, është që ai i thot këto opinionet e veta, pa pas frikën se mund të keq kuptohet apo mund të nikojnë. Këtë frikë nuk duhet ta kesh, në fakt, sepse do të keq kuptohet një pjesë e s'bën. Dhe është pikërisht ky personazh i cili vazhdimisht thot mirë, pra me një lloj thojza naivitetit politik, por që zbardh komplet të vërtetën e asaj çfarë ndodh këtu. Na hollën që kujtoj fjalën e tij rreth 2 muaj më përpara, pra në fund të janarit. Na hollën se thanë me reformën zgjedhore këtë radhë. Na hollën prap me reformën zgjedhore më pas. Prap me reformën zgjedhore më pas. Dhe ne qëmë të njëjtët persona për të bërë reformën zgjedhore. Pra gjithnjë është Bylik-Bashi me si ka ky i Partisë Socialiste nga Vlora që edhe ministra, që është Gjiknuri. Dhe me parë gjithmonë ja besojmë ti, pra është domethënë kjo del që Bylik-Bashi domethënë është një shërbim Gjiknuri. Po ndrojmë se jemi bëjmë 4 reforma zgjedhore. Po dhe sigurt merret vesh ky tjetri, edhe ti dështon prap, po edhe ky tjetri kështu do merret. Domethënë ky është mendimet e tij i qartë apo është një mendim i thënë në mënyrë të tillë që shkon mes provokacionit dhe një të vërtetë e cila sigurisht i bën dëm shoqërisë. Padyshim është një lloj mënyre. Ali Mehmeti, doktor Ali Mehmeti hell pikërisht një lloj dorashi që është e kuptoj, mbase kjo i shërben dhe si surf atij, sepse ai ka hangër i pari për këtë punë. Se ka provuar, e ka provuar kurrë, sidomos për frika më e madhe e Erion Velis dhe Partia Socialiste ka qenë se mos kandidojnë. Po sepse aty do kishte aty, po normalisht sepse aty do kishte sondazh filluan edhe pati një lloj frymet qytetarë në elektoratin e Tiranës, më në fund edhe një njeri normal. Pra, ata për shembull dhe në momentin e fundit po fantazojnë në 10.000 njerëz që mungonin do dilnin. Dhe në momentin e fundit vetë e qartë. Vetë strukturat, pra jemi A beson se strukturat për shembull kanë tradhtar, kështu që kanë punuar me socialistët, ke Partia Demokratike në Durrës për shembull. A mund të ketë edhe në Shkodër kështu, që punojnë për të, që trajtojnë partinë? Po patjetër. Jo në kuptimin e sepse ne na vjen si reminiscenca e periudhës së komunizmit, pra tradhtar, kështu. Edhe padyshim që duhej ekzekutuar. Por po të vëmë re diçka, një situatë tillë e kanë krijuar të dy forcat politike dhe askush më shumë se sa vetëm 2 personazhe, por themi 2 forcat politike duket sikur e shtrim atë Sali Berisha e Edi Rama atë. Sali Berisha dhe Edi Rama. Po ta vëmë re, Sali Berisha ka qenë ndër të parët që ka bërë kompromis me këdo, domethënë, pra për të nuk ka kanë në Kosovë tash. Sali Berisha mund përqafohet me gjithkënd, ai nuk është tradhtar. Po përqafu ky tjetri, diçka tillë e ka bërë edhe Rama. Dhe kjo bëhet gjithmonë për të treguar se thonë edhe të vetëve, sidomos nga Rama që mund të mos lvizni shumë sepse mund t'i marrë edhe jashtë partisë madje. Sigurisht. Dhe diçka tillë, aq më tepër që këta mund të pyesim ose mund të hapim në YouTube gjithë emisionet politike të këtyre 2 viteve të fundit. Shohim përveç se shohim njëri tjetrin në politikën shqiptare, çfarë filozofiet politike, çfarë dallon një kandidat të Partisë Demokratike me një kandidat të Partisë Lirisë me një kandidat të Partisë Socialiste. Duke përjashtu vetëm to çfarë i bashkon apo çfarë i dallon? Çfarë i dallon? Për t'i bashkuar i bashkon vetëm se janë katapultuar, janë vendosur kryetare. Çfarë do të thosh dallimi si program? Çfarë i dallon si program? Përveç se do të bëjmë po ta vëmë re, gjithë vëmendja përkushtohet tek infrastruktura. Pra atë që përballën, sepse mendon që qytetari shqiptar normalisht me atë përballë ai problemi parë që mund t'i dallojë. Ka shumë pak propozim. Kemi zgjedhje shumë këtë javë u zhvilluan, pra janë zgjedhje vendore që u zhvilluan në Francë. Debati politik ka qenë
nivele shumë të larta. Po, ma, ato du Fitoi ADF-ja në Gjermani. Po. Kemi përplasjen në Itali, pra për referendumin. Po, e bisedoj. Nivel politik, pra debat politik. E nëse ne jemi në para politik. Kurse ne kemi mbërritur në një situatë tillë që kemi ulur komplet nivelin e asa për shembull mezi presim, sepse s'kemi as çfarë bëjmë as lem, mezi presim të shohim ndonjë shtrembrim ose ndonjë se than keqardhje në aparencë për ta galvanizuar për me dhënë sa më shumë, kontradikte për të kriju, më tepër janë fluska që i krijojmë mediatike, se sa përplasje brenda forcave politike, ose qoftë edhe me njëra tjetrën. Është fluskë edhe ikim nga PD-ja, vazhdojmë ke PS-ja. Është fluskë edhe çështja Spiropali? Mu më duket shumë kështu, se thonë, besoj se është apo ka regjizor edhe skenarist. Spiropali është një prej, në fakt, është një prej personazheve, se thonë, pak më ndryshe se sa tjerët. Spiropali përfaqëson, dash pa dash, përfaqëson një grup brenda Partisë Socialiste, që jo si ndjekës të saj, por se thanë atë që zakonisht brenda Partisë Socialiste në Tiranë quhet se thanë grupi Mozëruqit. Edhe i Fatmir Gjafës që i bashkohet ndonjëherë. Pra, janë ato gjaketet e vjetra të PS-s që se thanë kanë mbajtur peshën e tyre. Fatmir Gjafës që do ta vriste Selinjani. Mirë, të them, pra vështirë se ka ikur, duhet mbretër, se thënë, për pas në kuptimin, qysh në periudhën e Zogut nuk kemi pas kush... Pa, ai është me 54 atentate. Nuk kemi kënd që... Ka, është Azem Hajdari, është edhe... Jo, kanë humbë të gjënë. Nuk e di sa, ende sot e kësa ditë, është vështirë t'ja veshim si atentat politik Azem Hajdarit, por çështje e mbyllur dhe besoj që nuk mund të krahasohet. Por e kam fjalën që ajo ka diçka të veçantë ndryshe prej tjerëve që të paktën e ka deklaruar ose nuk është përpjekur ta justifikojë mungesën e saj në votimin për pezullimin ose mos lëshimin e Ballukut ndaj hetimit të Spakut. Pra përheqjen e imunitetit. Këtë e bëri gjithmonë mas i iku nga ministre e jashtme. Po, megjithatë, se dhan protë. Nuk e di si do të sillesh po të ishte ministre e jashtme. Atë noshta, sepse janë nuk e ve dorën zjarr. Atëherë, pra janë shumë kush mundohet të lexojë pazare brenda Partisë Socialiste. Megjithatë, këto sa do të fluide të jenë, tregon që një lloj mënyret besoj që jo se i japin në frymëmarrje Partisë Socialiste. Me tepër tregon një lloj krize ku është edhe vetë zoti Rama besoj. Sigurisht, po nuk e udhëheq ai këtë lloj regjie, po theme, skenari. Me këto dy gati dy superfemrat që ishin Ballukja me Spiropalen. Ai ndoshta e udhëheq. Po atjetër që i udhëheq, sepse tregon përderisa nuk marr mend se nuk i ka kaq në kontroll situatën po. Jo, nuk thash që nuk e ka në kontroll. Jo, mor vendosja, adim pra. Zakonisht dëgjoja edhe më radh. Duket ndonjëherë të madhe. Gati në teori konspirative kaq të komplikuara sa janë. Në logjikën time, nganjëherë se thanë batutat e qytetarëve janë më fantastike, absolutisht. Edhe thot Ky do të ketë punu, thot njëri, ky do të ketë punu Kosic me përpara. Pra në kuptim frap me një herë. Po asnjë lloj heq gjithë, vendos komplet të ri. Kush është problemi? Ashtu është vërtet. Në një lloj mënyre tillë ka bërë edhe ka rrafshuar edhe Partinë Socialiste. Mbase i duhet edhe por gjithsesi çikloj se vetëm ke Partia Demokratike gër duhet edhe këtu. Duhet dalë edhe këtu në një. Thashë një herë, edhe kemi mbetur një situatë tillë. Po. Kaq mjerane në klasën tonë politike, saqë media vetë praktikisht pa pas nevojë të thojë kush. Praktikisht ne bëjmë para politik, nuk bëjmë politikë. Po të bësh politikë është gjë tjetër, kupton? Po shihesh politikisht është gjë tjetër. Besoj i keni parë emisionet politike të kësaj jave, pra vetëm analist, nuk ka asnjë politikan, edhe që diskutojnë me kaq zell, se thonë mundohen të japin asgjës. Absolutisht.
Sidomos dy frazat e fundit të postimit të zonjës Spiropali në Facebook të ngjajnë me ato të Kadria Zbiut para buros politike. S'ka gjë se partia ime dënon. Pra, din, sepse partia jonë është mësuar... Po se ka dënuar marazë si ka bërë dhe asaj që ka bërë. Jo, në kuptimin e stilit... Realisht mund të them këtë për Spiropalin. Unë nuk kam mendim negativ për të, sepse në Shkodër ajo u soll mirë dhe në çpik. Në Shkodër, Spiropali fitoi pikë si pas mejet, sepse kuptoi një filozofi. Në Shkodër nuk duhet bëjmë me madhen, nuk duhet bëjmë arrogante. Sepse Shkodra të djekë, të prish punë me herë. Dhe këtu ajo nuk bëri. U soll në një farë mënyrë e qetë. E kuptoi dhe u soll në mënyrë të jashtëzakonshme. Të tjerat në këto kulisat e Partisë Socialiste, grupazhet e grupimet e kështu e di Erzen duken kaq falso dhe kaq fake, sepse unë e di që atje i gjithë jap pesh shumë xhafëse, jap pesh atyre, jap pesh gjithëve. Absolutisht Partia Socialiste është grup i madh, është grup i konsoliduar edhe duket, edhe në momentin që duket sikur po rrihen me njëri tjetrin, ato do bashkohen, vjen një moment që bashkohen. Ideja se aty është sundimtari vetëm është Edi Rama, i zgjidh ai të gjitha problemet. Ai mban pushtet, nuk do kishin ardhur kurrë në pushtet pa Edi Ramën, kështu që ata e dinë këtë punë. Të gjitha këto tjerat, e di si më duken, gati sikur është bërë një periudhë gjatë kohë pa pluralizëm, pa demokraci të brendshme në parti, pa vendimarrje edhe këto nuk i bëjnë asgjë tjetër vetëm se e rregullojnë pak, nuk e di, e sistemojnë pak, e bëjnë si pa praktikisht e vërteta është kjo, që aty i zgjedh ky punët, i rregullon punët, bisedohen me telefona, pa telefona, me në hyrje, pa në hyrje dhe kryet. Kështu ka përqenë, besoj dhe puna e zonjës Spiropali. Besoj, kështu ka përqenë. Dhe për të shtuar diçka në lidhje me koordinatorët politik, pak të në Shkodër e ka dhënë një shembull, sepse ka qenë që themaj mend, ka qenë periudhën e zgjedhjes së zotit Beci, kryetar bashkiet, dhe ndryshe pra ka bërë atë që tjerët nuk besoj se kanë kuptuar, por nuk kanë hyrë në atë rol. Sepse gjithë tjerët nuk dhan mend Spiropali këtu keni. Gjithë treguë vesjut. Ka qëndruar pas personazhit që vjen, pra që luan të gjithçka. Ky është kemi parasysh. Ky është një moment i shkëlqyer i saj. Sepse gjithë tjerë qoftë majtas, qoftë djathtas, gjithë deleguarit kanë qenë si plotfuqish mi zonë. Pra ka diktuar çdo gjë edhe kur e shpeshherë e ka quar në, se thënë, kanë qenë shkaktarët e rezultateve negative për... Qarë. Janë bërë shkaktarë. Po, janë bërë, pas peshë madhe të dështimit, nuk kanë lexuar mirë terrenin, nuk kanë bindur ke njeriu i ditur në vërtet, po kanë shkuar edhe qosheve dhe periferive, nëse kështu ka qenë. Shkurtimisht referendumin në Itali, kam edhe unë 2 fjalë, edhe mundësitë e referendumeve kene dhe pse e do referendumin Rama, po shkurtimisht. Në fakt, se thënë, vjen deri diku për të qeshur reagimi ndaj referendumit, zhvillimit të referendumit në Itali, atë çfarë kemi përjetuar, se thënë, ose çfarë ka përjetuar, sidomos një pjesë e përfaqësuese të sistemit drejtësisë në Shqipëri. Ne jemi kaq periferik edhe kaq larg edhe kaq të pangjashëm me të. Eksakt. Saqë duket sikur gati jemi aq çesharak sa deklarata që bëjmë ne duke kërcënuar Iranin, duke shpallur si shtet terrorist. Eksakt. Pra ti nuk je i zotit për asgjë, nuk je ushtrit mirëfill në kuptimin që po minimumi këtu i bëjmë qefin Trumpit, po këtu ku ti bëjmë qefin, ke kjo. Edhe këtu sepse referendumi në Itali ka 1 vit që përgatitet. Është një prej debateve që Giorgia Meloni duhet i jepte zgjidhje, sepse për ndryshe kishte marrë angazhim politik për shpërbërjen e koalicionit të saj. Po ta shikojmë vetë referendumi, ishte jo vetëm thjesht një përplasje midis, se thënë, qeverisjes Meloni, ose se thënë, mbështetjes Melonit edhe opozitës, por edhe vetë brenda koalicionit kemi pasur një përplasje të fortë. Midis Forca Italias Tajani që drejtohet, pra që ministri i jashtëm,
edhe Salvinit me Legën, të cilët nuk donin pra brenda forcës politike italiane. Megjithëse forca Italia ka vujt më tepër në raport me Berlusconin për këtyre gjykatëve. Pikërisht prandaj ka qenë edhe ajo, se thanë, që ka kërkuar qysh në fillim, i ka kërkuar pra kur është bërë koalicioni, reformimi i sistemit. Megjithatë, ky reformim nuk është absolutisht nuk ka qenë, se më thanë, për të vendosur ose ashtu siç është perceptuar. Pra, thjesht ka qenë u kthyn çështje politike, pastaj edhe u deformuar në këtë drejtim. Nëse shumë kush ka menduar që nëse referendumi do të mbahej, se thanë, 2-3 muaj më përpara, padyshim fitoria do të ishte shumë më e dukshme. Sigurisht, lufta e Iranit edhe përpjekja brenda për brenda e kanë pritur punën. Sepse kjo situatë, se thanë, mbetja ambigue, njëherë mbështesim se thanë, Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Më pas, se thanë, jo, më pas tërheqja e gjithë italianëve prej Irakut, pra që ishin bazën, dhe krijoi, sidomos praktikisht nuk u kuptua edhe raporti. Eksakt, ishte ndërhyrje brutale në mendet e italianëve për ta bërë, por ajo që mund të them unë është diçka që tek ne nuk mund të krahasohet, pra të them që nuk mund të bëjmë paralele. Ne jemi drejtësia në Itali një moment tjetër, a kupton? Drejtësia në Itali është institucioni, këtu afrohemi diku, është institucioni më i besuar për italianëve. Edhe pavarësisht se paraqet sipas politikës rrezikun më të madh shumë, nuk është se nuk është i dyshuar, tokat e kuqe gjithmonë janë thanë. Shikon, në Itali kishte ndodhur një fenomen i tillë, shkurt. Gjatë 40 vjetëve të sundimit demokracisë kristiane, pentapartitës, vijnë deri ke Republika e 1990-s, 1992, 93, 94 kur e merr Berlusconi. Komunistat nuk kishin punë pushtet fare, nuk u futën në asnjë lloj pushteti, sepse nuk i lejonte kërkush. Vendi i vetëm i tyre ku mund të kishin karriera të rëndësishme në shtet ishin bashkitë edhe tokat. Prokuror ose sensi i reformës që kërkonte, jo e djathta, apo edhe një pjesë e italianëve, por që u keq interpretua politikisht, ishte ndarja e karrierave. Në të vërtetë është i vetmi vend në Bashkimin Evropian që i ka karrierat e bashkuara. Edhe ne nuk i kemi në ligj karrierat e bashkuara. Teorikisht nuk do të kemi as ndërtesat e bashkuara, tribunale do t'i kemi veç. Italia ka 30 vjet që nuk i ndan dot tribunalet. Domethënë ke prokurorin që hyn një zyrë prokurori, një zyrë gjykatës, edhe bënin çuço thonë italianë në këtë mes. Dhe kjo është një gjë e drejtë. Është ndërtuar në këtë punë për t'i dhënë fund fashizmit edhe ndikimit fashist, për ta bërë të pavarur, por ama u kthy në anë tjetër dhe filluan të marrin pushtetin hermetik. Pra kjo ka qenë, pra prej hermeticizmit, pra ta ndajnë nga duke zgjedhur vetveten, pra në kuptimin e saj. Eksakt, ata kush i përgjigjet? Për shembull, presidenti i Republikës i përgjigjet para kujt? Një deputet i përgjigjet, këta kujt i përgjigjen? Sensi. Praktikisht, vendime që i kanë marrë në konceptet ultramajtiste dhe komuniste, këto i di gjithkush, sepse kanë met burra në burg, kanë zgjerë nga burgu, kanë bërë 1000 metoda të tilla pavarësisht. Por ajo që ka treguar në fund ishte se fitoria në shumë prej tribunaleve të Italisë, duke filluar nga Napoli, përgjithësi veriu ishte kundra, po nga Napoli edhe nuk e di Palermo edhe në pjesë të barit aty, po kërcenin e po knonin e po bënin Bella Ciao. Bella Ciao është këngë e partizanëve, sot e kanë marrë dhe gejt, po them këngë e partizanëve italian. Pra, e kanë rivendikuar ultramajtizmin e tyre. Në këtë pikë u politizua edhe shumë kush pa e lexuar, sidomos ky generacioni Z, ka votuar pa ditë se kush është ligji. Ke ne, po e përsëris edhe një herë, ke ne thuhet shprehimisht ndahen karrierat. Shiko, të kalosh ke prokurori dhe ke gjykatësi, ke prokurori, ke gjykatësi e kanë bërë edhe në kohë Çali Berishës, ti e din mirë boll. Por ti imitosh në një farë mënyre, e bëjnë në kohët e Edi Ramës, pse si na lën kush i ndoi. Problemi qëndron, ti imitosh kohën e Arnit Çelës, ku nuk ishte prokurori, gjykatësi çfarë do të bënte, do të kundërshtonte prokurorin, çfarë mund të bënte. Nuk du ta çoj punën deri këtu se është e pa. Ajo që skemi të ngjashme ne me Italinë, për mos më zgjat më, po desha ta them këtë punë, është se Italia ka heroj gjykatës, ka heroj policë, ka heroj komisar policie, ka heroj prokuror, ose mohoj këtë punë. Edhe do të ishte një gafe jashtëzakonshme. Italia ka bërë mrekullitë e mëdha kundra mafjes e kundra korrupsionit e kundra të gjithëve. Por karrierat në të vërtetë duheshin ndarë.
nuk u ndan. A është humbje? Unë them se për një Itali demokratike është humbje. A është e përgatitur, mbase nuk ishte dasht hedhë, po ju e thatë shumë mirë. Po ta kishin hedhë para 2-3 muajve Meloni Aq më tepër që paten shumë probleme, aq më tepër e tregon më një herë, pra shkarkimi i ministrit drejtësisë, pra. Jo, tash ju dha rrogën e tash me që ju jeni kështu tash largoni se jeni edhe të përfolur. Rregull, Meloni këtë drejtim është rregull. Sepse ajo çfarë Meloni nuk ja bën gjatë, nuk i mbron. Ajo çfarë shihet prandaj Eksakt, normalisht. Sepse nuk ka rënë me një herë sondazhet tregojnë që nuk ka rënë populariteti i qeverisjes Melonit. Ja. Po është konceptuar si për shkak të disa rrethanave ku të përzgjedhje politike kemi muhabet tjetër, e kupton? Aq më tepër që polla jo është nuk do të thotë domosdoshmërisht. Kene çfarë bëjmë me referendumin? A realizojmë referendumin apo vetëm pyetësor? Më kam përshtypjen, jo, ne nuk realizojmë dot referendum. Ne pyetësor ndoshta. Ndryshimet kushtetuese e kanë bërë pothuajse të pamundur. Pamundur, po. Dhe një lloj mënyre Rama është një prej lojtarëve më hileqar politik, po ta shohim. Them këtë sepse gjithmonë lot, po sigurisht. Lot me atë që është në fakt një prej problemeve. Hileqar, unë do t'i thosh apo sepse gjithmonë si zgjidhen problemet. Në pikën është jashtëzakonisht luaj të shi momentit. Mos e mbase luan poker mirë më. Sepse e zgjidh problemin gjithmonë në interes, pra dhe kur e sheh masi është ka përfunduar. Si çfarë duhet bëj ndryshe në këtë vend? Si mund veprosh ndryshe, na trego. Të paktën shpresojmë ja, provokacioni ishte edhe ky imi, si mund ta bësh? Do një goditje, apo prit mos se nuk jetoj vetëm vetë dhe normal. Grupi im se thon këtë vend, Eksakt. Qartë. Në fund shteti është marrëveshje e shoqërisë, nuk është Po me sa duket shoqëria edhe nëpërmjet Marta Kos studiohet edhe del në konkluzion. Sepse po dëgjoja para 2 ditëve, një prej stacioneve që merret vetëm me lajme ekonomike, një prej përfaqësuesve të Ministrisë së Ekonomisë, një specialist, dhe që thonte, argumentonte që situata nuk është aq dramatike me rritjen e çmimeve. Se prej rritjes së çmimeve, si më thanë, parë që hyn buxhet shtetit janë më të mëdha. A imagjinon se më thanë, po kështu? Ky që është makiavelizëm, po është brutal veç. Po shumë brutal është. Është shumë brutal, tash prit një minutë, lutem. Po mbase thuhet kështu për të bërë një diçka tjetër më vonë. Se ndoshta duhet më ndërtoi bord tjetër. Po jo, kjo në fakt është të kënaqshme që një përfaqësues ekzekutivit. Ta shohë se thonë qytetarët si diçka tjetër, pra paku të zbute fjalën ose rrugullo fjalën, nxjerr një sentencë tjetër. Çmimeve nuk është aq dramatike thonë. Edhe kur shef sepse se ai shef buxhetin e shtetit. Mjafton të shohësh rradhat drejt Malit Zi, po pra, e kupton shumë mirë. Edhe shet. Dhe kur mendon që se nafta rreth 80% e naftës Malit Zi blihet nga firmat shqiptare, pra blehet në Shqipëri, edhe kanë çmim shumë të ulët. Qartë. Kjo është qartë. Normal. Merremi. Ta kthejmë makina ime me gaz për shembull është mbushur para 2 muajve, e ka mbush full. Edhe ta kthejmë çështjen, pra çështja e ditës tjetër, si më thanë, nëse Spiropali dhe Taulant Balla janë mërzitur njëri me tjetrin, edhe nëse edhe po të mërziten, a të bëjmë referendum apo jo, si më thanë. Normal. Kjo duket sikur jetojmë dy, edhe shumë që ne nuk kemi korrupsion thjesht në kuptimin e ka përshtypje se nëse njëra palë është kështu, ne nga skuqët e Partisë Demokratike për referendumin, varësisht se votojmë për këtë, votojmë për atë. Po praktikisht për atë që është hedhur, edhe që ajo për mua se 140 pak ka, se me senat, se pa senat, se janë më pak, se janë më shumë, është thjesht populizmit, si e hedh popullit, thotë populli më njëherë, shumë mirë, ma me hekta në mërzitën 140, 100 janë më mirë. Ata mund t'jeni 100, po janë shumë më të kisha ato 140, edhe kjo handrejt i modelit. Është shpeshherë kur diskutohet kështu, është mjafton me shiku plazhet në jug të vendit, edhe në Durrës, edhe plazhin e Velipojës. Qartë. Shumë kush thotë sa i shëmtuar është Velipoja. Për mua është më i bukur pastaj. Mirë, ja, në kuptimin e organizimit urban. Po, absolutisht. Për shembull në Durrës ke ato hotele, por atje kanë 4 vet. Sigurisht. Kurse në Shkodër, plazhin e Velipojës, të paktën janë rreth 5000 vet që kanë. Pronat të tij. Edhe një lloj mënyre, ajo 5000 që thonë është në kuptimin paktën i jep, si thonë një lloj, pra i jep pak frym ekonomisë. Normalisht atë 5 tekshin e vetë merr ai. Qytetarëve shkodran. Normalisht. Pra një lloj mënyre është, po them,
zona industriale e dikushme. Dhe kështu që ndoshta se thanë, ne nuk vujmë tek numri. Patjetër, ne duhet shikojmë edhe raportin e tij. Një kapitalizëm kaq sublim. Ndoshta edhe për rrogat kur thotë, "Ua, merr 2 milionë gjys ka rrogën një deputet", edhe duket sikur u bë ata. Për mua ka rrogën e vogël, ta kishte më mirë 5000. Bën edhe 200 deputet, më thënë, se ndoshta është më e vështirë ti korruptosh dhe ti blesh gjithë. Mbase, në qoftë se 140 kanë qenë 10 pa korruptuar, në 200 mund të jenë 8. Na shtohen pa korruptuarit. Po thënë, ka probabilitet kjo punë. Imagjinojmë sikur vendet, pra qarqet, ku numri i deputetëve ka rënë, janë qarqet ku ka rënë një mënyrë drastike çdo zhvillim. Pra shikojmë kudo, Normal. Krahasoni për shembull Dibren, Kuksin, Gjirokastër, edhe Gjirokastër aty. Pra që sepse ka pas 6 ka 4, absolutisht. Për mos bëhet ndamjen e veriut. Edhe shes se si çfarë rrullet, çfarë ikjet me një hershme. Po, absolutisht. Funi, do të thënë kisha llogaritë që të flasim pak për investimet, Beneti, bashkia, punët që po bëhet, mbaron kjo lulishtja, ajo lyhet shkolla, po ato po ndodhin, nuk e di, çfarë mendimi të keti? Në fakt, rregullohet kjo, rregullohet. Lirohet lulishtja, lyhet kjo trotuari. Mund të them një prej, si thënë, 2 elemente mund vlerësojmë tek ose mund vlerësojmë edhe mund kritikojmë tek puna e bashkisë. E normalisht kur përmendem bashkim se kemi Beneti, po. Parasysh edhe zoti Beci. Një prej zgjidhjeve më të mira ka qenë krijimi i atij grupit bashkisë pra punëtorëve, asaj që ish komunale. I cili absolutisht. Dhe një prej problemeve më të mëdha që vun zoti Beci dhe që do të ketë kosto më të mëdha është puna pothuajse e korrumbarume e firmave që marrin përsi. Qartë, patjetër. Të imagjinojmë të sabotojnë në mënyrë më të çmendur. Absolutisht. Më pak se sa 1 kilometër rrugë prej Teura Baqallekut e deri po bën gati 2 vjet. Që nuk që vështirësojnë edhe për çfarë se edhe vënë ato betonit. Po prandaj pas kanë pruar edhe zoti Garakaçi. Apo punë. Se më bën mendja, ka lidhje me Becin e punë. Rregullon i grup punëtorësh bashkisë. Qartë. Rregullon një trotuar për më pak se më ka rregulluar Don Boscon komplet me ndërmarrjen komunale. Para sheshin para universitetit. Po pra. Ka filluar edhe xhamin. Ka filluar të martën dhe ka përfunduar të hënën. Po. Absolutisht. Po thuaj se një javë duke përjashtuar 2 ditë pushim, 2 ditë që janë 2 ditë zyrtare pushim. Jo, e kam punuar dhe nuk arrin të bëhen, se më thanë, është kudo se më thanë, ti shohësh hapet, ka fillu sepse normalisht përballë kanë hap kanalizimet. Gati jam është propozuar që mos të ketë nën kontraktor. Për çfarë duhet të pas nën ato? Pse duhet me pas nën kontraktor? Nëse shtrojnë. Ndoshta din kushdo mundet jo vetëm ajo, edhe rruga këtej, edhe rruga në gjithkund, por ajo çfarë përballet me ajo me cilën përballet, edhe që gjitha i faturohen. Po i faturohen gabimisht, domethënë. Mirë, gabimisht, pra sepse njeriu që unë edhe ti kur përballim për kur dalim aty dhe shohim që është shtruar sot asfalt, me të vërtetë janë vendosur një ndriçim i mirë, por është hapur një kanal aty që nuk ditë mbyllet kurrë. Normal. Edhe vinë, shtrojnë çakullin sot, mas një muajit vinë edhe vjen një shtres si quhet stabilanti. Normal. Mas 2 muajsh vinë edhe vjen edhe një shtres asfalti që ndron një dham më sipër asfalti i Jezus. Në mënyrë skandaloze problemi. Vinë se thanë edhe kjo është se thanë një prej ndoshta investimet se thanë pra janë hap shumë fronte. Por kanë mbetur si plakët e luftës, nuk po din të mbyllen kurrë. Një pjesë janë të shtetit, një pjesë në veprimin e bashkiak është aksion edhe i përfundueshëm. Të gjitha ato që kanë filluar nga bashkia, me thënë drejtë, janë gjitha të përfunduara dhe të rregulluara. Sidomos pra shkollat, trotuaret, këto punët që bën bashkia, a kupton? Shihet që mbase ka kontroll, mbase ka edhe kur e marrin iniciativën duke e ditur që ja përfundon, realizohet. Në për shumë elemente të tjerë, pastaj çalon kjo, jo kontraktorët, jo nën kontraktorët, jo fondet, jo këtu doli, jo aty s'doli. Sepse në fundit kur kalosh urën e Baqallekut dhe përplasesh me gjithat zigzake. Normal, po patjetër.
Aq më tepër Shpresojmë të marrojnë për këtë verë ta kryejnë. Nuk e di, ma do marroj, por shpresojmë të marrojnë. Kështu thënë edhe verën e kaluar, se do të jetë vera fundit, por shifet që është shumë larg. Është zgjatur, është. Aq më tepër, Nuk besoj se është kaq larg se sa është nuk e di, jemi edhe lodhemi duke e bërë vazhdimisht. Po tjetër, se nuk pa merr mendje se është kaq shumë larg. Mund të jetë ura larg, po jo rruga, për çfarë është rruga larg. Aq më tepër që diçka është bërë smundje kronike, po ta shohim se merri tillë vazhdon edhe në Tiranë, ka 5 vjet e gjys, 6 vjet sa u bë ajo kalimi. Kjo është një prej probleme më të mëdha. Po prej Tiranës deri ke Megateku, ama tepër ne. Nuk po ulemi më poshtë sepse ndoshta edhe raketet iranane do të bënin aq shumë dëm sa E fundit ishte Irani, çfarë po bën Trumpi? Po tallet apo se kanë kuptuar la Trumpi se kush është? Në fakt është një prej temave që do doja të flisja më pak sepse informacionin e kemi. Shkurt se jemi edhe në fund. Po sepse sot gjithkush mundet. Ka marrë përsipër të bëj një analizë deri në detaje për sa i takon strategjive ushtarake deri dhe ajo çfarë do të thoja është që pikërisht nxehtësia e shpërthimit të asaj lufte po dyshim kanë ardhur tek ne. Normal. Ndjej me çmimet e karburanteve dhe më shumë se sa të flasim për fatet e luftës, të cilat duket që përfundimi të paktën nuk është i afërt. Pavarësisht se Zelensky tha merremi veç me pasojat tash. Por pasojat do të jenë shumë. I kemi pasojat njësoj që vendet e neja, po i kemi pak më të zbutura. Them se pasojat e gazit e të naftës nuk i kemi kaq të mëdha, sepse ndryshe do kishte shku e keqësu me puna, mbase nuk është Hormuzi pjesa që na furnizon ne mbase, po them. Sidomos gazi. Ne jemi një treg shumë i vogël. E qartë, jo, e kam fjalën në tregun rajonal, po them në përgjithësi. Ajo çfarë bën përshtypje është se ne jemi treg i vogël, edhe kemi nërfurnitorët më të mëdhenj paktën në Ballkanin Perëndimor me karburante. Pra firmat shqiptare, të cilët bëjnë transport, furnizojnë 100% Kosovën, rreth 80% Malinezi, pothuajse 70-80% Maqedoninë, një pjesë të Serbisë, një pjesë të Bosnjës. Mjafton të shikosh në pikat kufitare, kur qëllon për shembull të shkosh në Prizren apo edhe këndej nga Malinezi, po ku do ishe që firmat shqiptare në ato që furnizojnë për hapin. Po edhe 7% kastrati, pastaj Elta kompani, mos po them gjitha e. Por ato e bëjnë, ata janë kapitalistët e mëdhenj, monopolet e mëdha. Dhe shumë mirë që janë. Atë të zot. Por lidhja e tyre besoj që ka lidhje shumë me Azerbajxhanin, ka lidhje me Turqinë, ka lidhje me vendet e Afrikës Veriore. Një prej gjërave të cilat sepse si thot, jo çdo e keqje vjen për të bërë keq. Një prej gjërave që ne nuk po dim të shfrytëzojmë dhe këtë e kam ajo që më ka befasuar është tek Rai 3 që merret vazhdimisht me pothuajse është dedikuar situatës në të luftës në Iran, që vazhdimisht jepte se që për shembull Tapi mund të është një prej përfituese më të mëdha të kësaj situate. A duke qenë se ka dalë në Edhe Italia është përfituesja më e madhe, që ja shpërndar pastaj edhe por kalon Mika jonë dhe Arabisë, më thënë, edhe Sauditëve ose Emiratëve. Kalon tek ne dhe ne jemi në ato që e vujmë më shumë, pra në çmimet më të larta. Dhe një prej problemeve dukshme, megjithëse bujësia shqiptare është në pikjat prej vitesh dhe janë inputet, po. Por këtë do të përballen sidomos fqinjtë tanë, për cilive marrin nga furnizimit kryesor bujësore. Dhe kështu që them që kjo vala e sidomos një prej problemeve që mund të na sjellin, mund të jetë çështja e turizmit. Pothuajse ende sot, se thanë frikën më të madhe, agentët turistike kanë për shkak të frikën e zgjatjes së luftës, zgjatje. Unë them se kisha domethënë kam dieni që turizmi mbase nuk do sabotohet rand, sepse do të mungojnë disa vende të cilat sigurisht do zëvendësohen, edhe me një pjesë tonën. Patjetër, por ajo është me qetësinë e luftës pastaj. Në momentin që ose vendoset një ekuilibër ose qetësohet, ajo është shumë e mirë. Vjet në qershor, pothuajse në gjithë Evropën, pavarësisht se nuk ka qenë lufta 12 ditore me raketa, vetëm midis Iranit edhe Izraelit,
ka pas sektori turizmi në gjithë Evropën ka pas një rënje të madhe. Dhe këtë friksohen. Kjo është por edhe në mjafton të shikosh ose kujtosh që se thënë Korriku ka kanë shumë i vakt në mbar Shqipërinë. Me pas u kompensu, si do thënë, sepse u qetësu situata dhe u kompensu me gushtin dhe shtatorin, ai sa vazhdoi deri. Shpresojmë fjalët e Trumpit që shpeshherë thotë fituam, rregullohen tregjet, pastaj presin, rriçohen edhe një. Trumpi është duke na mësuar që mos t'i besojmë fjalëve të tij. Normal. I ka thënë kujdes sepse unë kam interesat e mia, mendimet e mia. Mund të flasim për diçka që ka kaluar, edhe që e dim. Pra për luftën 12 ditore të qershorit të kaluar. Mas fjalëve tim sheheni diçka tjetër, duke thënë diçka tjetër që ishte ndoshta e bombardojmë, ndoshta nuk e bombardojmë. Sigurisht, është tipi i tij edhe duhet të kenë kujdes shumë me të. Jo, nuk kena dërguar askënd, edhe kur doli. Edhe kur vjen ka mbledh 14.000 trupa tash. E vetmja gjë që paktën për të analizuar dhe për të qëndruar deri diku, se thënë për të krijuar një lloj argumenti, se thënë Trump dhe administrata e tij nuk ta japin këtë. Eksakt. Koleg, të falenderoj shumë që ish, u zgjatëm, të falenderoj shumë që ishim, sigurisht që ke përqenë edhe për herë tjera, sa herë ngarkohet, të falenderoj për mendimet që ke dhe për debatin e mirë, konstruktiv që ke në përgjithësi. Besi faleminderit. Miqtë On Televizion, miqtë On Tok, ky ishte takimi me Erzen Koperën, kolegun tim, ju jap takim të premten tjetër. Natën e mirë.